Po dhe do një thash drejto ma kolega, ma ndrejsh si që ma më këtë. Kapacitetet si komunë nuk kena, sepse nuk jem shërbimet publike, kemi ato që angazhohen. Folje sepse jemi detyru të ndërpresim energjinë elektrike për shkak të rrezikut, se në qoftë se prek ujë këtë, atëherë e rrezikon këtë trafostacionin dhe e rrezikon për kohë të gjatë. Ne i falenderojmë qytetarët, i falenderojmë zjarrfiksit, i falenderojmë njësitë e komunës, shërbimet publike e tjera, cilët janë krye detyrës dhe po e ndihmojnë qytetarët në sanimin e domeve që janë bo, po zjarrfiksat i kanë evakuar mbi 20 familje nga vërshimet që ujë që ju ka hinë në shtëpi. Gjendja alarmonte. Ujtë e ka rrugë deri në 2 metra mbrana në shpeu. Ka një ujtë, shumë gjendje rrezikshme, ujë shumë tepër i madh, s'po mund e përcjell siç pa shihet edhe vetë, të lumi, katastrofë, ku jam qenë me në tes, e kam po 2 metra ujtë, çati kam pas min, prendi kam pas, i kam pensionera, vojzën e kam smune, në aftësi kufizume, u do të më tërhiq me anije, nëse me një gomi, këtu.